Pavarësisht se cilën parti maqedonase do ta zgjedhin për të formuar qeverinë e re, subjektet shqiptare do ta kenë të vështirë të përmbushin pikat kryesore të platformave elektorale që kanë të bëjnë me avancimin e të drejtave të shqiptarëve, vendimarrjen konsensuale, pavarësinë e gjyqësorit dhe zhbllokimin e procesit të integrimit. Një nga kërkesat e BDI-s për pjesëmarrje në qeverinë e ardhshme është vazhdimi i mandatit të prokurorisë speciale, për çka nevojitet miratimi nga 81 deputet apo 2/3 e votave në kuvend, por mazhoranca e re nuk do të mund të sigurojë më shumë se 71 vota në përbërjen e re parlamentare dhe në rast se partitë shqiptare bashkojnë 20 mandatet e tyre, me cilën do nga subjektet maqedonase VMRO DPMN me 51 apo LSDM me 49 deputet. Në këtë situatë, ekspertët juridik propozojnë që subjektet shqiptare të mos përfshihen në një qeveri të paqëndrueshme. Partitë politike shqiptare, preferenca ime është që nuk kanë çka hyjnë në asnjë lloj qeverish të brishta, të paqëndrueshme, të pasigurta. Por më mirë është ta marrin përgjegjësinë me guxim të madh të hyjnë në koalicion të zgjeruar me definimin e detyrave për 1 vjet apo për 2 vjet ajo qeveri, pastaj duke vënë në kalendar edhe çështje shqiptare që kanë të bëjnë ndoshta jo me ndryshimet kushtetuese të lënë për më vonë ata. Edhe ish kryetari i kuvendit Stojanandov vlerëson se partitë shqiptare do ta kenë të vështirë të përmbushin premtimet parazgjedhore, pasi shumë prej tyre kërkojnë miratimin e 2/3 të deputetëve në kuvend. Megjithatë, ai thotë se subjektet maqedonase duhet të tregojnë mirëkuptim për kërkesat e shqiptarëve që kanë të bëjnë me avancimin e statusit të tyre. Nuk mund të realizohen ato kërkesa, sepse njëra nga partitë maqedonase që do të formojë shumicë së bashku me partitë shqiptare nuk kanë 2/3 e votave. Prandaj nuk mund të bëjnë diçka në këtë drejtim. Për të realizuar kërkesat e tilla do duhej që të gjitha partitë të kishin programe të ngjashme paraelektorale që të mund të votoheshin ligje të rëndësishme. Gjatë fushatës elektorale, partitë shqiptare promovuan ide të shumta për avancimin e çështjes kombëtare. U përmendën formula të ndryshme për të bërë të barabartë shqiptarët me maqedonasit, siç ishte ideja për ridefinimin e vendit apo ajo për një Maqedoni binacionale, por për realizimin e të gjitha këtyre premtimeve nevojitet ndryshime kushtetuese që nuk bëhen pa siguruar në kuvend shumicë të dyfisht. Në një situatë ku rezultatet e zgjedhjeve nuk japin shumë shpresa se mund të sigurojnë këto shifra, atëherë partitë shqiptare duhet të pyesin veten nëse ia vlen apo jo të bëhen pjesë e qeverisë së ardhshme.